I thonë 87 vjetë, thamë apo 78? 87 vjetë që nga i moment, 7 prill 1939, të pathënat e pushtimit të Shqipërisë. Ju do thoni, Arjan, po ç'ne të pathënat? Ja se çfarë shkruan në mënyrë të përmbledhur historiografia zyrtare për 7 prillin e 39 zënja zotëri. 7 prilli, thoti, ne këto mundojme me Indrit, kuptojmë, ore, mos ka gjë për te i kësaj që na kanë thënë, ose mos ka ndonjë gjë që ne i kanë thënë keq, sonde mundojme të rregullojmë, aq sa të mundemi. Indriti është përgatitur shumë për këtë, se ka dhe me pasion. 7 prilli është një nga datat më të rëndësishme dhe më të dhimbshme, thotë historiografia shqiptare, në historinë e Shqipërisë. Më 7 prill 39 ndodhi pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste. Këto unë po e lexoj sigurisht dhe për një pjesë shumë të madhe njerëz që na shohin Indrit dhe që janë të rinj nuk kanë përjetuar as komunizmin, e kupton? Dhe që nuk din fare nga se çka ka ndodhur. Unë vetë se kam përjetuar. Ndodhi pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste drejtuar nga Benito Mussolini. Çfarë ndodhi konkretisht? Italia ndërmori një sulm ushtarak të menjëhershëm në brigjet shqiptare. Ja, kem dhe pamjet. Durrës, Vlorë, Saran dhe Shëngjin. Forca shqiptare ishin shumë të vogla dhe të papërgatitura për rezistencë gjatë. Në Durrës pati rezistencë simbolike, ku dallua heroizmi i Mujo Ulqinakut, i cili u vra duke luftuar kundër pushtuesve. Indriti na thot dy fjalë ç'ishte ky personazh dhe pse u bë kaq i famshëm, për çfarë akti? Mujo Ulqinaku. Mbreti Zogu u largua nga vendi bashkë me familjen e tij. Pasojat, Shqipëria u pushtua dhe u bë pjesë e perandorisë italiane. Filloi periudha e okupimit që zgjati deri në vitin 1943, më pas erdhi pushtimi gjerman. Kjo ngjarje, zonja zotëri, na thot historia shqiptare, historiografia shqiptare, shënoi fundin e pavarësisë së Shqipërisë për disa vite rresht. Pse kujtohet kjo ditë? Dhe pse po kujtojmë ne sot me Indritin, ne po kuptojmë për arsye tjetër në fakt. 7 prilli kujtohet si dita e pushtimit të Shqipërisë, një moment rezistence dhe sakrifice, thot historiografia shqiptare. A është e vërtet kjo? Fillimi i periudhe shumë të vështirë për vendin. A është e vërtet kjo, apo ndoshta është vetëm një anë e medaljes? Në historiografinë shqiptare, kjo datë konsiderohet si një pikë these që çoi drejt luftës nacionale çrimtare. A mos ndoshta po të mos ndodhte kjo, ndoshta do ishim më mirë? Pyetje. Kjo lufta nacionale çrimtare me fjalë. Nëse do mund të tregoj më shumë detaje etj, unë mund ta bëj, po tani s'kam kohë se dua të dëgjoj Indritin. Indrit, fjala për ty. Unë lexova pjesën zyrtare të historisë. Pushtim elegant gjithsesi. Me bicikleta shife. Po italianët do burr. Pushtim me bicikleta. Edhe të veshur bukur, e kupton? Jo, s'ka qenë pushtim me bicikleta. Ja ku i ke ato mjetet e motorit. Jo, po kanë pas dhe bicikleta pra përveç tjerave. Sigurisht ata kanë gjithçka. Po, lezeshëm shumë. Po janë ideja me Bianchi, bicikleta Bianchi. Po çfarë fletë burr? Niveli i lartë shumë. Mod dhe papar, historikisht ai vend. Ideja është kjo, që ne nuk mund të ndryshojmë datat dhe çfarë ka ndodhur, por ne mund të ndryshojmë shpjegimin. Dhe unë nuk marr përsipër të them që jam shkencëtar i historisë, por mund të them diçka solide nga ato që po. Në kuptimin e shpjegimit, pra që na i kanë thënë gabim. Të shpjegimit edhe qëndrimit që mbajmë për atë ditë, po të shpjegimit dhe qëndrimit. Të quhet si krenari, fakti që pas saj ne filluam luftën nacionale shërimtare, e kupton? Po të mos ishte kjo, nuk do ndodhte ndoshta pa këto gjëra. Qëndrimi është... Ose u varfëruan vërtet kur në italianët, apo ndoshta jetonin më mirë shqiptarët e asaj kohe. Ne u varfëruan edhe pas i ikën italianët. Po të lë ty të flasësh, të më thuash me detaje. Ideja është kjo. Qëndrimin mund ta ketë secili sipas bindjeve ideologjike dhe politike, pra kjo është e pranueshme, por shpjegimi duhet të jetë i saktë. Racional. Nëse marrim dhe heroizojmë Mujo Ulqinakun, pra duhet të themi që ka qenë oficer i mbretërisë shqiptare. Dhe të gjithë ata të cilët janë dëshmorë të asaj dite... Dursak në... Ç'di më shumë për Mujon Indrit? Thjesht ka qenë oficer, është bërë i famshëm... Ç'dim nga jeta e tij për shkak. Po nuk dim gjë nga jeta e tij, se nuk ka qenë aq i famshëm momentin që... Jo, them pasi u bë, dhe pse u bë? U bë sepse u vra. Ti e di që kur vritesh, bëhesh i famshëm... Pse vetëm ai u vra, Mujo u vra? Jo, janë vrarë të tjerë. Po pse Mujo, pra, diçka ka ndodhur, pse ngeli Mujo i famshëm dhe jo të tjerët? Për këtë duhet pyesim këtë... Mendova se e di. Historiografin, por nuk ka ndonjë gjë specifike në kuptimin e famës së madhe. Ti je dakord me mua që diçka do të ndodhë që të vdesin shumë veta dhe njëri të bëhet i famshëm. Diçka ka. Organizatat e veteranëve
ka një listë me emra aty, nuk e mora sot. Po, janë a, emrat të e tjerë. Janë dhe emrat e tjerë, janë të publik, janë 12-13 njerëz që i mbajnë si më të famshëm. Por duhet të them, këtu rrëzohet një lloj dinakrie me historinë, që thonë që nuk luftoi shteti shqiptar, por ndërkohë nderojnë ata që ishin me uniformë të shtetit shqiptar. Qartë. Po deri në atë konferencën e pesës, Enver Hoxha lavdronte Abbas Kupin. Thoshte që Abbas Kupi, patrioti madh i cili rezistoi në Durrës, ai ishte majori i xhandarmerisë. Pas 43-shit, kur u prish pakti, doli Abbas Kupi një tradhtar dhe një njeri i reaksionit dhe i prapambetis dhe i obskurantizmit. Pra, kjo duhet sqaruar, pra rezistencën e bën njerëzit me uniformë të xhandarmerisë, kryesisht shqiptare të kohës së mbretit Zog. Nuk ishte një rezistencë, hyri kjo moda në historiografinë që njohim ne, që e bëri vetë populli. Jo. Pra populli si nocion abstrakt. Në fakt, ta ishin populli, sepse nga ky popull ishin, por ishin në uniformën e shtetit. Sigurisht, për fajsusit. Pra ka pasur një lloj rezistencë simbolike. Pastaj çështja e dytë është kjo e ikjes. Që thon për çështjen e ikjes. Iku sepse humbi luftën, Ikjes kujt? poshtë të mbretit. Mbretit, po. Dhe iku mbreti, iku sepse humbi luftën poshtë. Normal. Mbreti anglis e ka pasur në doktrinën, në atë planin e vet, që nëse do të shkelej territori i Britanisë së Madhe, do të emigronte Kanada. Si një mënyrë shpëtimi. Qartë. Kajzeri i Austrisë ka ikur 900 milje në lindje në Ukrainë kur u sulmua nga Napoleoni. Pra iku në kuptimin që poshtë me luftë. Po sigurisht. Por Se lufta kuptova Hitleri pse siku dhe duhet vrisë veten, apo ka ikur dhe në zim gjë aty. ka konspiracion prapë dhe nuk e dim çështjen e Hitlerit. Por ne duhet të rëndë diçka. Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në 5 minuta, që kjo është e rëndësishme ta dim për ta kuptuar pse kemi shkuar deri te 7 prilli. Pra, në 15 vjet me radhë ka pasur një vasalitet ose misi të presidentit dhe mbretit Zog, dhe në të njëjtën kohë, paralel me këtë... Para 7 prillit e ke fjalë, para se të vinte pushtimi. Ka pasur dhe një rivalitet, ose një dëshirë, ose përpjekje e presidentit dhe pastaj mbretit Zog për të rezistuar dhe për të ruajtur një fije autonomie përballë italianëve. Qartë. Konferenca e Versailles i njohë Italisë diçka. E vitit? E vitit 1920. Parendi që doli nga Versailles, i njohë Italisë... Pra 19 vjet përpara. I njohë Italisë, sepse këtu fillon gjithçka, i njohë Italisë të drejtat preferenciale mbi Adriatikun dhe mbi Shqipërinë. Dakor. Kanë qenë propozimet e Soninës në konferencë dhe propozimet e gjithë elitës italiane. Mbi Shqipërinë vetëm apo edhe mbi vendet që janë sipër nesh, Malizi, Kroacia. Një doktrinë që quhej Mare Nostrum për detin e Adriatik dhe thonin që deti Adriatik duhet të jetë një liçen italian. Deti jon. Deti ynë, domethënë. Duhet të jetë, po, deti Adriatik duhet të jetë një liçen italian në kuptimin e kontrollit. Edhe se kishin keq. Pra e kishin këtë lloj synimi. Dhe kur Ahmet Zogu kërkoi ndihmë në lidhjen e kombeve, në vitin, po më shoqërohem me vitet ato do jetë shumë interesant. Jo, kur erdhi president në vitin 25. E po thuaj këto vite, sepse ti i di, po njerëz nuk i din. 25, kur kërkoi ndihmë në 25-ën dhe më tej në lidhjen e kombeve, nuk i ofroi askush ndihmë. Dhe i thanë që i vetmi aleat, ose vetmja mundësi për ju si shqiptar është Italia, e vetmja mundësi ekonomike. Dhe nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për ta mëkën mbushtetin dhe për të ndërtuar shtet përveç se të merre me Italinë. Pra në një misi dhe në një rivalitet në të njëjtën kohë. Sepse po rivalitet si mund të ketë një vend si Shqipëria me Italinë? Jo, rivalitet në kuptimin e ruajtjes së autonomisë. Pra gjithmonë italianët, për shembull, të marrim një moment. Kur i është bërë atentat mbretit Zog në Vjenë, i është bërë nga njerëz të paguar nga Jugosllavët. Dhe Jugosllavët e kanë pranuar vetë që këta njerëz paguhen nga ne, por për rastin në fjalë nuk i kemi paguar ne. Qartë. Autoriteteve austriake. Kjo e çoi mbretin Zog më shumë në krahun e Italisë për të mbrojtur, sepse Jugosllavia donte t'i bënte atentat. Është sqarimi që thonë që u lidh me Jugosllavinë dhe e solli Jugosllavia në pushtet. Kjo rrëzohet shumë kollaj, sepse në vitin 26 u bë pakti me italianët. Dhe pyetja është kështu, nëse kishte një marrëveshje me Pashicin, pra atë marrëveshjen që thon këta, pse kur erdhi në Shqipëri në pushtet, nuk e zbatoi atë marrëveshje për ta dorëzuar Shqipërinë tek Italia, për të dorëzuar politikën e jashtme, për të dorëzuar xhandarmerinë. Pse nuk e zbatoi marrëveshjen brenda një viti, bëri marrëveshje me Italinë, paktin e Tiranës. Se këta thonë e solli Jugoslavia për interesat Jugoslavisë. Asnjë interes i Jugoslavisë nuk u plotësua me ardhjen e
Ahmet Zogut në pushtet. Përkundrazi, në Vjenë i bën atentat për ta vrarë me njerëzit e tyre. Qartë. Pra, me njëherë u shkua tek Italia. Zogu erdhi për shkak se konsuli britanik, ambasadori amerikan i kohës, konsuli Ernst, i telegrafon të shtetit vetë që i vetmi njëri që mundet të mbaj stabilitetin në Shqipëri dhe të mbaj këtë vend të qetë dhe të rregull dhe në paqe të brendshme është Ahmet Zogu. Kush e thoshte këtë? Konsuli britanik Ernst, që ishte këtu në Shqipëri. Si tani këtë një gjë po bëjnë me ambasadorin Edi Rama. amerikan, po me Spakun dhe me këtë tjerë. Pa kishte një logjik. Ata thoshin që... Të lëmë atë është pak despote këshu, po les, a i na i mban pullat të palosura. Kjo kishte një bazë, sepse nga viti 20 deri në viti 24, personi garantues i proceseve shtetërore ishte Ahmet Zogu, duke nisur me Kongresin e Lushnjës, në të cilin doli ministri i Brendshëm dhe e garantoi nga që qeveria pro-italiane ishte në Durrës dhe supozoj që do të aprishte Kongresin, nuk do të lejon të zhvillimin e punimeve. Dhe ka pasur një vjersh në të kohë. Vjersh e kujt? Vjersh politike që thoshin rofta Ahmet Zogu shpëtimtari i Adheut. Njerëzit mendojnë që kjo i është bërë kur është kurorzuar mbret. Në fakt, e ka në librin e vetë zoti Xhemal Kusi që thotë kjo ju bë nga Fanoli, kur ishin bashkë, kur ishin aleat politik, sepse të gjitha puçet dhe grushtet e shtetit në Tiranë, që vinin për të rrëzuar shtetin, bejlerët e tjerë largoheshin nga Tirana, ikinin ose në Greqi, ose në Jugosllavi, ose në Itali, ose në Elbasan, Ahmet Zogu rrinte në Tiranë dhe përballonte kryengritjen. Dhe elita politike e kohës e panë si garantues të shtetit dhe të rendit, sepse në atë kohë nuk është si sot. Se Zogu do të thënë që kishte gjithësi çuna plot. Shte familje t'il, qunat e veriut, nga ishin, nga Mirdita ishin këta? Nga Mati, me cilën mund të përballonte këto tentativat për push. Kishte një ushtri solide, Perandoria Osmane ka pasur 3 lloj belerësh kryesorë, që kanë qenë belerët latifondist të tipit të vrionëve me toka, kanë qenë belerët nën punës, Sami Frashi dhe Naim Frashi, dhe kanë qenë belerët ushtarak të llojit Ahmet Zogu. Ky ishte një bej i llojit ushtarak. Qartë, hecim indrit. Duke qenë kështu, konsuli Ernst, që ky është garantuesi i shtetit dhe i kërkon shtetit të vet dhe Britanisë që të ndihmohet ky njeri për të ardhur në pushtet. Dhe thonë që erdhi me bajoneta serbe, nuk ka pasur asnjë bajonet serbe. Pra është mashtrim kjo që na kanë thënë që e kanë në pushtetu serbët. 150 bielogardist, rusë të bardhë, të cilët ishin mundur në Rusi dhe ishin aleat të Britanisë së Madhe. Bielorus. Bielogardist quhen, bielorus. Rusë të bardhë. Ishin bolshevikët dhe rusë të bardhë, që bën luftën civile. Dhe ka pasur një 5.000 Dibran, Matjan dhe Kosovar me të cilët erdhi, dhe nuk erdhi vetëm Zogu, nga Greqia erdhi Myfit Beli Bohova, që ishte i strehuar atje. Ka kishte një hyrje të 2 personaliteteve, nuk ishte vetëm Zogu. Dhe në momentin kur erdhi, nuk i plotësoi Jugosllavisë asnjë interes. Qartë kuptuam. Këtë pjesë e kuptuam. Bëri pakt në Italinë. Po për të ardhur tani? Tani Italia kërkonte një vasalitet gjithnjë e më të thellë. Po normal. Gjithnjë e më të thellë. Në ndihmë, në ekonomi, në vitin 31 ka pasur atë krizën dhe përmbytjen dhe thatësirën, për Shqipëria ka qenë shumë keq nga ana ekonomike, se ne merremi me folklor, por nuk merremi asnjëherë me kontekstin e kohës. Si ka qenë gjendja ekonomike? Në vitin? Në vitin 31. Ka qenë shumë keq dhe Shqipëria kishte nevojë dhe italianët. Po këto vite që të na kontekstualizosh pak, shkojnë e vinin italianët në Shqipëri apo? Ka pasur pra, shumë italianë. Shqipëria ishte realisht një lagje tyre, apo jo? Ka pasur shumë italianë në Shqipëri, në çdo sektor, në Ministrinë e Ekonomisë, të punëve botore, në Ministrinë e Financave, sepse ata ishin investitorët që paguanin për Shqipëri. Madje unë jemi bitur në atë kohë, shumë shqiptar flisin italisht, apo? Po. Ka pasur. Vetë Zogu ka folur italisht? Jo, nuk ka folur italisht. S'ka mësuar. Ka ditur gjermanisht edhe osmanisht. E qartë. Për shkak se Zogu di osmanisht sepse ka mbaruar liceun në Galatasaray, se historiografia na thotë që ishte një bej me opinga nga Mati. Por që kjo s'është e vërtetë. Në fakt ai ka qenë i shkolluar, ku ka qenë shkolluar? Në liceun ushtarak të Galatasarayt. Në Turqi. Një lice francez në Turqi dhe ka ditur gjermanisht sepse ka ndetur në Vjenë. Ka qenë kapiten i ushtrisë perandorake të Austrisë. Dakor, po nuk diti gjuhë tjetër. Domethënë osmanisht dhe gjermanisht. Vetëm ka qenë anglishtja me kurse në atë kohë siç u bë. Jo anglishtja, mund ditë frëngjisht për shembull, me që ka mbaruar liceun francez. Nuk e dim për frëngjishtën mirë, po këto e di mirë që gjermanishtën dhe po italishtja nuk e fliste gjithsesi. Nuk ishte. Nëse italianët ishin më pritur apo jo? Vitet tëra para se ndodhte pushtimi zyrtar. Po të lexojmë atë
shkrimin e Pietro Cuaronit, cili ka qenë diplomat italian, thotë që ishte një raport në ushtri, për shembull 1-5. Në 5 oficer shqiptar ishte një italian. Pra ka qenë ta ishin këtu, pra. Pa ishin këtu, por kishte gjatë gjithë kohës një rivalitet, për shembull kanë pasur një krizë të madhe Si që janë Amerikanët, për shembull sot, si që janë Amerikanët. Po ç'a ndodhi, pra? Këtë dua shpjegoj, ka pasur një krizë në vitet 30, ku Zogu në vitin 32 mos gaboj, nuk donte të nënshkruante, të rinënshkruante atë paktin që kishte bërë me diplomatët italianë, sepse thoshte që tani nuk ka më nevojë. Dhe ata me njëherë i kërkuan këto kredit, borxhet, gjëra të cilat kishin thënë që nuk do t'ja kërkonin ndonjëherë Shqipërisë. Qartë. Në vitin 33 ka qenë kriza e shkollave me Greqinë dhe me Italinë, dhe Italia ka tërhequr, ka pezulluar ndihmat, ka ndaluar furnizimet dhe ka marrë personeli ka çuar në Itali. Në proteste, në krizën e shkollave, për shkak se mbretëria shqiptare aso kohë nuk donte t'y lejonte autonomi shkollave, thoshte që shkollat janë shtetërore, kombëtare dhe të shtetit shqiptar. Pra donte të bënte atë që bëri Ataturku në Turqi. Ndërkohë që me sa duket italianët doni një lloj asimilimi apo jo? Italianët e ka thënë Conticciano tek libri, ne kur asimiluam qindra dhe mira shqiptar në Italinë e Jugut, pse të mos asimilojmë dhe në bregun përballë. Dhe racionale është po ta mendosh. Është racionale, por kjo ishte kriza. Pastaj çfarë ndodhi në këtë krizë me Italinë, në vitin 34 është e bukur. Pra më fali sekondin Driq, edhe për kur ashtu. Ti thua që problemet me Italinë ndodhen kur Zogu u bë mbret? Kur u bë mbret pas vitit 30. Sepse para se të bëjë mbret, ishte president, ç'a ishte, se ka qenë dhe kryeministër apo jo? Kryeministër ka qenë herat, po ka qenë president 25-28, pastaj mbret. Pra para se të bëjë mbret, marrëdhëniet italiane ishin okay. Shiko, kur u bën mbret filloi u thye diçka, sepse ai më duket ndihmuan italianët për deliri Zogut. Jo delir, italianët e ndihmuan praktikisht për të bërë. Prandaj po them, pra çfarë donin të kishin aleat të sigurt. Nga i buronte kjo, pra. Nga se pa pritur u bë nacionalist, pra. Nga nevoja e sundimtarit për të qenë autonom. A e kishte thjesht për të ruajtur pushtetin? Nevoja sigurisht. Ai mund ta ruante pushtetin duke qenë okay italianëve. Por nuk donte të ishte aq vasal italianëve. Por pra, nga i lindi kjo nevojë për të qenë autonom, po le të mos themi i pavarur. Për të qenë autonom është nevoja normale të mos e zhvlerësojmë asnjëherë atë formimin dhe nocionin quasi patriotik. Aq sa na lejon Rama sot. Çfarë po bën? Nuk ka të krahasuar me Ramën. E di, po dëgjoj. Gjithsesi ne të dy ja lejojmë vetes që të bëjmë krahasime qoftë edhe në terrene të vështira. Jam të them diçka. Rama sot çfarë tha për gjermanët tani? Së fundmi. Mos sa mësojnë ata tha se ata janë më të korruptuar se ne. Pa dashur të bën. Fal. Ai bën kunja të huajve që deri dje i lutej dhe i lutej kokën, sot ai ndihet më i fuqishëm, sepse është mandati 4, pak mbret. Në mandatin tjetër do jetë akoma dhe më i fuqishëm. Është pak a shumë kjo pra indi. Jo, të ta shpjegoj. Jetësia në pushtet, atë bën që në një moment caktuar ti sfidosh kundër këta drejt ish aleatët. Kjo është pyetja ime. Unë nuk e besoj këtë, të shpjegoj diçka tjetër. Si se beson? Nuk e besoj. Ka ndodhur realisht me Zogun. Nuk e besoj në kontekstin e Zogut. Ndodhi me Enverin, imagjino, ndodhi me Enverin, u prishën sovjetikët, u prishën me kinezët. Nuk e besoj në këtë kontekst. Po ç'a kontekst? Pra ta krahasosh me Ramën. Pra nuk e krahasoj më. Jo, nuk kam menduar. Sjelljen mund të krahasojmë, sjelljen e të dyve. Nuk është kjo. Duhet ta shohim dhe pak atë prapavijën ose përjardhën për ka vi njerëzit. Njerëzit nuk e dinë, po lufta e parë ushtarake që ka bëra me Zogu e ka bërë 18 vjeç në rrethimin e Shkodrës, bashkë me Mazar Bey Toptanin. Pra kanë komanduar 2000 trupa për t'i shkuar në ndihmë Sat Pashës që ishte rrethuar në Shkodër. Pa kanë bërë atë që quhet lufta e Lezhës në malin e Kakarriqit. Edhe ç'do të thënë kjo? Do të thënë që ky ishte një personalitet i brumosur me çështjet e shtetit dhe të luftrave. Po flet për Leka Zogun tani. Për Ahmet Zogun. Për Ahmet Zogun farse tash Leka nga trova. Në çështjet e luftrave. Pra ishte një njerëz që kishte marrë përgjegjësi për shtetin dhe nuk ka thënë kurrë si çot Rama që ishin italianët korruptuar, përkundrazi. Për ndërtimin e qytetit të Tiranës, ka thënë që ne nuk dim të ndërtojmë qytete sepse nuk kemi tradit, ftojnë një arkitektë italian, le ta bëjnë ata. Po këtë po bën dhe Ramsi pra. Çfarë po bën? Me arkitekt huaj po e bën. Me arkitekt huaj për të marrë para apo me arkitekt? Nuk po e shef që Ramsi po mundohet të eci edhe në gjurmët e Zogut, ai ecën në gjurmët e disa personaliteteve. Edhe të Enverit, ai bëhet si Enveri her pas here. Po ta vësh re, luan pak dhe si Zogu, në ca gjëra. Çfarë kuptimi? Po ja pas sa ta thash. Luan si Zog apo si Zogu? Mundohet të luaj si Zogu. Nuk mundohet, çka unë mund të ta shpjegoj. Arkitektët që më me Rama janë më së shumti, ka dhe holandez, ka dhe kështu, po janë dhe italian. Ky
ky që ka probleme me drejtësinë tani në Itali. Po ja, pra sa po ma the që ka probleme me drejtësinë? Jo, tipi arkitekti italian ka probleme me drejtësinë. Po pra sa po ma the që ka probleme me drejtësinë? Pra mbledh njerëz që kanë probleme me drejtësinë. Nuk ka rëndësi pra. Po pra se po thua që po ti ju ka pas ti detaj. Ti po thua që mund të jetë në formë shpërlarje parash. Jo, nuk e thash atë kuptim, mo. Po e them unë. Se unë nuk e fut fare atë element, po e fut atë element zbët analizë. Po themi diçka. Unë po them, si sjellje politike, si qasje ndaj të huajve. Rama e ka çështje parash, nuk është se do të ndërtoj diçka në Shqipëri. Është duke ndërtuar, ato që atëre si bënin dot kullat. Nuk është se do të ndërtoj diçka të rregullt, e ka çështje parash. Shikoj, do të duket estetike, arkitekturore dhe me rregull kjo që ka bërë Edi Rama. Nuk ka rëndësi edhe një herë, sepse shiko, mos u merr me atë se nuk i dalin duke nxjerrë dot fundit. Ai në mendjen e vet është duke shkruar një histori të re për Shqipërinë. Është duke vizatuar një Shqipëri të re. Lere është e shëmtuar ashtu. Okej, deliri për historinë. Është e shëmtuar, jam dakord unë me ty, është një tmerr, është një neveri. Problemi është ky vëlla, problemi është ky. A të jemi të zogu? Po. Para se të ta mbyllim, se na vajte kaloi dhe koha dreqin. Para se mbyllim të kuptojmë tani pse u pushtua, pse vendosi Italia për rrethana të tjera. Nuk pranoi të ishte vasal. Zogu ishte i lidhur me Britaninë. Në vitin 34 atë që kanë bërë në 7 prill të 39-ës e kanë tentuar në vitin 34. Kanë sjellë në brigjet italian. Në 23 qershor 34 kanë sjellë në Durrës 6 kryqëzor, 13 destroyer në admiralin Cantu për t'i bërë presion mbretit të Shqipërisë, duke i vendosur kushte të rihapjen e shkollave, kthimin e personelit, bisedimet për kthimin e kredive. Pra e kanë tentuar një në 34. E kanë tentuar në kryengritjen e Firit që ta rrëzojnë. Organizatorët e kryengritjes së Firit janë ratisur në Brindisi, sepse ishin të italianëve për ta rrëzuar nga pushteti. Prandaj them 7 prilli 39-ës është vazhdimësi e një politike 10 vjeçare të rivalitetit. Atëherë këtu të më shpjegosh pas disa sekondash, sa dikit vjen xhiron Çilek. Kjo ishte shumë e bukur. Nuk e di aty ishin tentuar para. Në 23 qershor të 34. Do të më shpjegosh detaje. Okej. Kemi 10 minuta në fundi. Le të ikim çik Çilek të lutem. Se ka shumë prindër të rinj që sa janë bërë me fëmijë, ose janë ca prindër të tjerë që fëmijët janë arritur, si kanë më bebe, por gjithsesi mbeten në moshat e reja. Urgjente Çileku. Patjetër. Se vetëm Çileku do të shpëtoni kalamajt tuaj. Dakor, Çileku ju u bën me dije zonjë të rinj. Çfarë na thot Çileku? Shumë e rëndësishme. Ja çfarë thot Çileku zonjë të rinj. Çileku na thot është momenti deri në 26 prill përfitoni gjithçka me 20 deri në 40% ulje. Për shembull, krevat e tek te Çileku. Me zgarën, pra krevat tek bashkë me zgarën kushton 229 euro. Krevat bebi 60 me 120 bëhet 164 euro. Shnoj këto. Dollap 3 kanata me super organizim, njësoj në foto, shikoni, 390 euro. Nxitoni, stoku është i limituar. Përse Çilek është zgjedhja e prindërve të zgjuar? Ja u them tani. Nuk është thjesht mobilje Çileku, është investim që zgjat një jetë. Kur blini Çilek, në Çilek, ju blini rezistencë të pavdekshme. Mekanizmat më të mirë në botë, siguri totale, maksimum i hapësirës. Gjeni gjithçka, krevate marinare, dollap gjigant, tavlina studimin, modern, dyshek ortopedik, çdo stil dhe çdo madhësi, të gjitha me çmime promocionale. Mos e lini për ditën e fundit, stoku po mbaron, oferta mbyllet në 26 prill. Çilekun e gjeni ose rruga Kavajës në balë deri Orgjit, ose në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12, e qendra tregtare Prestige Home, ose Çilek.al, ose Çilek Albania në Instagram, Çilek mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj. Bravo Çilek! Certifikuar me tuv mbi të gjitha, me tuv. Rikthehemi edhe një herë te Fabula Jon Radio. Indrit, më the që kishte filluar 5 vjet para pushtimit zyrtar. Çfarë ndodhi atëherë? Ndodhi kjo. Cuaroni thotë këtë që kush është ai? Pietro Cuaroni, diplomat italian. Thotë që ne kishim informacione, pra Italia kishte informacione që 7 minuta e fundit letjo. Ahmet Zogu kishte bërë tentativa me Francën për t'ikur nga ndikimi italian dhe për t'lidhur të njëjtat marrëveshje ekonomike me Francën. Mirë, por Franca e kishte marrë atë ofertën, dakord pozitive, por me kushte shumë më të rënda se sa Italia.
dhe u prishë çështja me francezët. Këta bën këtë shantazhin 23 qershorit ku çojnë ushtrinë dhe flotën përballë Durrësit dhe ndërhyrjet e Britanisë së Madhe i detyrojnë të largohen, sepse ka qenë Britania e Madhe e cila e mbështeste Ahmet Zogun në pushtet. Dhe nuk donte, jo vetëm se mbështeste Ahmet Zogun, me siguri anglezët atëherë nuk donin që do ta them këtë, që të fuqizojnë shumë Italia, Franca të vendet tjera. 2 vjet, I di që anglezat punë kanë bërë. 3 vjet më pas ata bën diçka tjetër. Në 34 është kjo, në 35 është prapë kryengritja Firit e financuar nga italianët për ta rrëzuar nga pushteti dhe ka një tentativë për ta rrëmbyer në 38 në Venecia, që nuk arrin ta rrëmbejnë, ka dhe një tentativë për ta helmuar. Dhe Zogun largon sekretarin personal, duket e ka pasur Jak Koçin nga pallati si njërit italianëve. Dakord. Dhe Cuaroni thotë që ne i kemi ofruar disa herë bashkim doganor, vasalitet të plot nëpërmjet njerëzve që ne kishim korruptuar brenda administratës së tij, pra ministrave, sekretarëve dhe administratorëve të shtetit. Por ky nuk e hante karremin për të bërë një vasalitet plot. Pastaj, kur dështuan këto, në maj të 38-s, paraqitet një plan për pushtimin e Shqipërisë, që ka si pika elemenimin e familjes mbretërore shqiptare, kryengritje në veri, ku gjoja popullit do të na kërkoj vetë. Pra ishte degraduar aq shumë marrëdhëniet me Italinë në 5-6 vjet e fundit para pushtimit. Pra kishte një rivalitet midis. Rivalitet e vështirë të quhet. Në vitin 30. Rivalitet është kur dy fuqitë janë afër. Jo, rivalitet kuptimin e pushtetit, jo rivalitet si parazi. Në vitin 38, nëpërmjet Rauf Fiqos si diplomat, Ahmet Zogu i bën kërkesë Hitlerit që ta merrte Gjermania nën patronazh Shqipërinë dhe Hitleri kthej një përgjigje. Çfarë i thotë? Pavarësinë e Shqipërisë e garanton Mussolini. Pra e lën në balt Franca, Gjermania dhe detyrojnë të shkojë të dorëzojnë Italia. Anglia bën diçka tjetër. Ditën e pushtimit, kryeministri Chamberlain, kryeministër do ka qenë atë kohë, thotë që Britania e Madhe më fut në qendër të ekranit ose Lito, se nuk jam mirë. Lutem. Kryeministri Chamberlain thotë që Britania e Madhe nuk ka interesa direkte në Shqipëri, ka vetëm interesa të përgjithshme për paqen në botë. Si këto miset, e ke parasysh? Pra, të roqen mbyt në anglezët, thoti. E dorëzuan anglezët, pra Ahmet Zogun e dorëzuan. Po ç'ndodhi që e dorëzuan, pra? Pse fuqitë e mëdha nuk u morën vesh në atë moment? Nuk u morën vesh sepse ata kishin çështjet e tjera për ta mbajtur, për të lënë koncesione me shpresën që do ta vonojnë këtë luftën e madhe që nisi me këtë aleancën me Gjermaninë dhe me Italinë. Pra kjo ishte çështja. Anglezët e penguan në ditën e pushtimit. Se duhet të kujtojmë që kemi qenë mes dy luftrave vetëm. Pra anglezët e dorëzuan Ahmet Zogun, edhe sot po të na dorëzojë Amerika, secili shtet mund të na pushtojë kollaj nga këto shtetet e mëdha. Pra e dorëzuan, pra deri atë ditë mbajti pushtetin me aleanca, diku me shantazhin e Gjermanisë, diku me shantazhin tek Franca, diku tek Britania, ishte faktor kryesor. Në momentin kur e lëshuan këta, Mussolini aq deshi, përgatiti pushtimin e Shqipërisë me 50.000 ushtarë dhe zbarkoi në Shqipëri për ta pushtuar Shqipërinë. Dhe përsëri, edhe pas kësaj dite ishin përsëri anglezët të cilët ja sabotuan komplet edhe figurën, por edhe çështjen e Shqipërisë. Çfarë i bën? Sepse Ideni ka thënë që kufit e Shqipërisë do të diskutohen pas luftës. Ka bërë një deklaratë shumë të poshtë. Ideni, për atë Anthony Eden ka qenë diplomat dhe u bë kryeministër, mos gaboj, në Britani, ka qenë dhe në Tiranë në vitet 20, ka që ishte i shkolluar për gjuhë lindore. Çfarë tha Ideni? Ky tha që kufit e Shqipërisë do të diskutohen pas luftës. Që do të thotë, jo vetëm pushteti i Ahmet Zogut, por edhe vetë Shqipëria vendoset në dyshim. Pra ata kishin tentonin që të lëshonin koncesione dhe të jepnin koncesione për këto fuqit në vende si Shqipëria. Pra kjo ishte çështja. Dhe Zogu ofrua prap në dispozicion sepse kishte këtë vokacionin antifashist. Në momentin kur Italia goditi Greqinë, Zogu ofrua dhe tha unë mund të mbledh deri në 30.000 ushtarë dhe logjistik, mercenar, nëse mbështetem nga Britania. Por britanikët nuk ja pranuan këtë, nga që me taksa i Greqisë kundërshtoi. Tha nuk e dua këtë personin këtu sepse kishte pasur probleme me të. Ja harta që po shohim tani. Çfarë është kjo harta? Ky do të jetë është jugu Shqipërisë, aty se nuk po e shoh mirë. Çfarë perle është nga këto harta të tregojnë që unë këtë nuk e komentoj dot asnjëherë, nuk e di se pse. Janë shifra aty që unë nuk kuptoj dot. Të lutem më thuaj çik, ma nisë mesazh radio, si mund ta komentojmë këtë hartë me Indritin? Cila hartë është? Kjo është në fakt është harta që tregon
Ja, janë flamujt atje britanik. Tregon luftën italo-greke. Jo, është lufta greko-italiane, po. Po pra se është jugu Shqipërisë, për shkak jugun e Shqipërisë. Ja. Shive. Pra kjo e kuqa qa është tani? Është territori i Shqipërisë dhe lufta. Ndërkohë nuk e kuptoj dot pse është flamuri gjerman atje. Është në emër të koalicioneve, sepse ke dhe grek dhe britanik, mos gaboj poshtet. Dakord. Dërsa Gjermani është me fashim me italianët. Është në emër të koalicioneve, skuadra. Shive sa bukur tani duke... Po pse bukur, sepse po ik territori... Jo, bukur në kuptimin e bukur pëlqen kjo më, mënyra si e bën këtë grafikisht. Po. Grafikisht dhe pastaj hop se si hapet e gjitha ajo. Shive si vjen e kuqja poshtë. Po pra lufta italo-greke. Se preket dhe Maqedonia, aty pjesë e... Preket dhe gjithë më burr, edhe Greqia më duket, ja. Pas mirë këtë ardhë. Shive? Perlë është kjo. Qa perlë është kjo, ej. 1120 është data atje, shikon, 1120, i ndrit lartë. Dhe lëviz, pastaj. Dhe lëviz. Dhe tani kjo është, pavarësisht se është gjitha kështu, po realisht ajo që ka ndodhur, se nuk është kështu, nuk është fiction. Po, për ta konkluduar, italianët i ofruan privilegje. Senzoron ka i vone këto, obra, senzoron fillim, pyta. Italianët i ofruan dhe privilegje, do të njihet familja mbretërore, tentuan të martojnë me princesh italiane, tentuan të japin një vajzë nga këta markezët Kastrioti Skanderbeg. Po. Pra tentuan italianët ta jonshin me të gjitha... Pa, ja bën të gjitha ofertat. Po çfarë kjo më burr? Ja bën të gjitha ofertat, por nuk donin, ka qenë një elit njerëzish në atë kohë, të cilët nuk donin ta vendosin Shqipërinë në një vasalitet total të Italisë. Pastaj ka pasur njerëz që kanë qenë filo-italian, të thellë, si Mustafa Kruja, të cilët thonin që ne duhet ta kemi Italinë për të zhvilluar, sepse nuk mundemi të zhvillohemi ndryshe. Kush erdhi pasi iku Zogu? Erdhen në këto qeveritë bashkëpunëtore, shefqet Vërlaci me... E kanë fjalën ishin kundërshtar të Zogut ato. Ishin përgjithsisht kundërshtar të Zogut filo-italianët, ata që thonë filo-italianë, sepse pushtimi i Shqipërisë u bë edhe me luftë, edhe me një lloj komploti brenda shtetit. shtetit. U bë për gjysmore apo jo? Po pra, jo nuk thash u bëhu, u thash bëhet për gjysmore. E di prapë ishte bukur kjo. Se në faktikisht rezistenca simbolike e Ndurrës, çfarë ishte ku mbetin ato anë jo, italiane? Jo, ata aq armatim kanë pasur, dhe atë rezistencë kanë bërë. Që harxhuan ai sa kishin pra. Aq kanë pasur. Mos harrojmë, ka pasur infiltrimi italiane në ushtri, se kanë qenë instruktorët italian në gjandarmerinë e Shqipërisë. Por mbreti Zog, pasi u godit në 7 prill, u largua 3 ditë më vonë, thonë që mori atë arin e famshëm, por që askush nuk na ka thonë në gjithë këto dekada se sa ar mori. Pa këta që e kanë akuzuar duhet na thonë dhe sa ar ka marrë. Në fakt, ka mbetur kjo kështu si... Po ka mbetur pra... Në përsetimin, në memorien publike ka mbetur Zogu vodhi arin para se të ikë. Ari shqiptar është konvertuar në vitin 1996. Sepse ari shqiptar ishte në bankën e Italisë, nga që ishte me kapital të përbashkët, gjermanët e morën në Itali, britanikët shkuan e morën në Berlin dhe mbeti në Londër. Kur u bë incidenti kanalit të Korfuzit, gjykata ndërkombëtare i vendosi gjob Shqipërisë, Shqipëria e Enver Hoxhës nuk e paguajti gjobën, britanikët mbajtën arin. Nëse këto ar do ta kishte marrë Zogu, si do të përfundonte ari në Londër? Ai mendohet nga letrat e shtetit që ka marrë diku tek 183 kg ar, pra diçka më shumë se rrogën e 2 vjetëve, sepse mbreti paguaj me ar, dhe ka pasur mbi 1000 vetë për të mbajtur me vete. Është libri i njëri ndër oficerët, Hysén Selmani, që tregon financat që kanë shpenzuar në secilën ditë, në Larisa, në Kufi, në Korçë, në secilin vend. Pra, iku u largua shteti. Për shkak të një komploti, por kjo ideja që nuk bëri rezistencë, kjo është e bukur romantike, thjesht ndoqi të njëjtin standard që ndoqën mbretërit e tjerë të Europës. Familja britanike e kishte të përcaktuar sapo të preket territori britanisë, familja britanike emigron në Kanada. Qartë. Pra përjashtim nga rregulli ka bërë Hitleri, nuk e di kush ka bërë tjetër, më mendoj që kapitullon Shko, ka përjashtime nga rregulli, ka bërë mund të themi dhe Saddam Hussein. Edhe ai fatikisht nuk është se bëri përjashtim, ai thjesht vend të ikjes vendosi. Po, ideja ishte këtu që ne kishim temën për thënë diçka më tepër nga sa në versionin zyrtar. Nga që na kanë thënë. Pra Zogu thua ti nuk u aratizm Afrika. Po jo nga nuk ishte çështje. Ishte e shkruar thua ti, ka qenë e shkruar. Pa fuqie, po pra. Dhe mua më duket normale kjo gjë. Dhe askush nuk ta shpjegon, sepse këta thonë që e shiti Shqipërinë tek Italia dhe askush nuk ta shpjegon kontekstin e tentativës së Shqipërisë, të elitës shqiptare për të ndëritur disi autonom, pra për të ruajtur edhe interesat e brendshme, pra atë vokacionin kombëtar. O i dritë, di pse nuk kuptohet kjo, sepse kur ti je i fuqishëm, dakord,
dhe unë nuk jam asgjë, jam qesharak. Mund të më thuash, me çfarë ta shkëmbejmë të negociatën që unë të mëruash ekonominë? Se jetëm në një botë që ose do më hash, ose do të hapa. Jo, mund të them diçka tjetër. Zogu ishte diplomat i mirë për një arsye, kur erdhi në pushtet në vitin 25, për ta mbyllur se jemi vërtet në fund. Në programin politik tha që Shqipëria nuk do të bëhet çerdhe e armiqve të fqinjve të saj. Pra, italianët kërkonin që Shqipëria të mos ishte një qeveri armiqësore me interesat e Italisë, Zogu ja dha këtë, edhe nuk kishin ndonjë arsye serioze për ta pushtuar Shqipërinë dhe për ta larguar nga pushteti, por e bën për shkak të ambiceve imperiale të tyre për të ndërhyrë ata në Ballkan, për të pushtuar Greqinë, për të pushtuar vende të tjera se do ngjallte Duçja Perandorinë Romake. Pra ishte një projekt ekspansionist në Rom. Dhe për t'ju përgjigjur dhe pak komenti që tha po, pushtimi i Shqipërisë nga Italia mund të thuhet që është një ndër ngjarjet më të zeza, sepse përveç të tjerave i hapi rrugën dhe komunizmit dhe ardhjes së Partisë Komuniste në pushtet. Në nese, ajo është pasojë pastaj. Po të ekzistonte mbretëria, nuk do të vinin pushtetet. U shfrytëzua konteksti luftës. Jam dakord me ty. Dhe erdhën ata pushtet. Edhe këtu jam dakord, po.